Prej 16 ditësh protestohet në Tiranë, në rrethe dhe në diasporë. Protesta që nisi pas një dhune të punonjësve të policisë private ndaj një protestuesi në Zvërnec, zbarkoi në kryeqytet dhe u kanalizua në politike. Mes protestuesve ka disa grupime. Kemi qytetar të mllefosur, të zemëruar që protestojnë kundër padrejtësive, të bëra në gjithë këto vite. Kemi grupime politike që protestojnë kundër Ramës. Kemi pa diskutime dhe kryebashkiakun e arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj, që dirigjon njerëzit e tij me skema në protestë. Erion Veliaj e përdor disa skema që mbështetësit e tij të nxisin protestën, që në prapavi kanë qëllim kërcënimin ndaj kryeministrit Edi Rama për të liruar Erion Veliaj nga burgu. Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, mbi të cilin rëndojnë 13 akuza të rënda penale, ka vënë në lëvizje disa call centera të vegjël që përdoren nga zyrtar të Bashkisë së Tiranës dhe ish drejtor apo drejtues aktual. Telefonojnë qytetarët dhe u kërkojnë që të marrin pjesë në protestë, u kërkojnë mbështetje. Po ashtu, përdor stafin e Bashkisë së Tiranës në protestë, ku disa prej tyre shkojnë me një listë apeli. Një tjetër skem janë edhe influencerët, artistët, personazhet e botës së showbizit, mbështetës të zjarrt të Veliajt në fushatat elektorale. Në momentin kur u arrestuan nga SPAK, që CNA i ka nxjerrë me emra, postime, video dhe i ka raportuar në disa shkrime, duke nisur nga Marcela Çibukaj, Ardit Gjebrea, Olta Gixhari, Ariola Demiri, Isli Islami, Venera dhe Lindi, Ardit Çuni, Mira Kazhani, Albana Osmani, Albina Nanaj, Evi Reçi, Eranda Libohova, Blerina Bajko dhe së fundi listës i shtuar dhe këngëtari Luizelli. Këngëtari Luizelli, i cili ka treguar një paqëndrueshmëri sa i përket zgjedhjeve të tij politike, kur ishte pjesë e Big Brother VIP, përmendte gjatë gjithë kohës kryedemokratin Sali Berisha, ndërkohë pas daljes së tij nga shtëpia e famshme. Erion Veliaj e martoi me moderatoren Kiara Tito dhe më pas e pam krah kryebashkiaku të Shkodrës Benet Beci për të përfunduar në podcastin e kryeministrit Edi Rama dhe në fund e shohim kundër qeverisë. Luizelli ka publikuar një këngë të cilën e titullon Mjaft, njësoj si lëvizja e Erion Veliajt, një këngë kundër qeverisë përmes të cilës Luizelli pretendon se po tregon mbështetjen e tij ndaj protestës, jo duke dalë në shesh, por duke shprehur pakënaqësinë e tij përmes një këngë. Qartazi duket se edhe këngëtari ashtu si pjesa tjetër e emrave të publikuar është mbështetës i Veliajt dhe pjesë e skemës së tij kundër Ramës. Ashtu siç e kemi paralajmëruar dhe më parë, gjithçka është e qartë. Veliaj ka vënë në punë të gjitha makineritë e tij në protestë kundër Ramës, duke kërkuar dorëheqjen e tij. Përdor influencerët, personazhet publik të paguar nga vëllai i tij Arbër Veliaj, përdor call centera, stafin e bashkisë, artistët për të arritur qëllimin e tij, të cilin e shfaq përmes broritjeve të këtyre të fundit, të cilët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.